Një situatë të tillë vllaznis nuk i kishte shkuar ndërmend, por përveç formës së dobët, shkodranët duhet i bëjnë llogaritë dhe me fatin e keq. Edhe atëherë kur kuqet blu shohin një rrezë drite në fund të tunelit, edhe ajo shuhet në minutat shtesë. Vllaznia ka barazuar në mënyrë dramatike 1-1 në fushën e Skënderbeut, megjithëse kaloi e para në përsi në fillimin e pjesës së dytë. Skuadra e Luçit u ndëshkuar nga vendasit me një gol in extremis që u kontestua gjatë nga shkodranët. Rezultati nuk ndryshon, por goli i Korçarëve është një rast tipik më vjole. Për të kthyer tek loja në fushë, sinjalin e parë të rrezikshëm do ta jepte vllaznia me Ervin Beqirin, i cili gjuan rrezikshëm por nuk arrin të dërgojë topin në rrjet. Reagimi i të besuarve të Axhiaj është i menjëhershëm. Frashi shfaqet rrezikshëm në zonën shkodrane, por nuk arrin të kalojë portierin Grima. Korçarët ngrihen në lojën e tyre dhe ngjallin përsëri panik te shkodranët në minutën e 16. Frashi dhe Gueri bën gjithçka mirë brenda zonës, por finalizimi le për të dëshiruar. 4 minuta më pas, Kraja rrezikon seriozisht golin avantazhit për vendasit, por gjuajtja e tij me kokë nuk gjen katërkëndëshin e portës shkodrane. Minutat në vijim do të sposonin lojën në mesin e fushës, ku të dyja skuadrat e kanë të vështirë të dalin përpara, pasi dhe terreni nuk është në favorin e lojës së tyre. Rasti i fundit për të shënuar në fraksionin e parë do të regjistrojë vetëm në limitet e tij. Korçarët i afrohen golit me Frasherin, por gjuajtja e tij është e lehtë dhe ndalet përpara vijës fatale, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej ashtu siç nisi. Fraksioni i dytë fillon në mënyrën më të mirë për vllaznin, që i duhen vetëm 4 minuta për të gjetur golin e avantazhit. Kundërsulmi shpejt i shkodranëve me Sinanin që shërben për balën, të cilit i duhet ndihma e shtyllës për ta dërguar topin në rrjet. Goli kontestohet nga vendasit, por kryesori Meta nuk ndryshon mendje dhe konfirmon përsinë e shkodranëve, të cilët do të rrezikonin të thellonin atë 3 minuta më pas. Sinani gjuan fort, por gjen të përgatitur Tomashit që këtë herë shpëton portën e tij nga goli i dytë. Korçarët zgjohen në minutën e 60, përsëri Fraçi dhe Gueri gjej mirë njëri tjetrin, por nuk arrin të mbyllin në mënyrën më të mirë aksionin e tyre. Kraja ka një tjetër mundësi për të shënuar në minutën e 64, por edhe një herë porta e Grimës do të shpëtonte nga goli i barezimit. Skuadra e Axhiaj është kërkuese dhe shtyn përpara, por nuk arrin të marrë maksimumin nga rastet që krijon. Ndërkohë Sinani sjell të tjera drejtërima në portën korçare në minutën e 68, duke detyruar Tomashic të bëjë një tjetër ndërhyrje vendimtare. Një tjetër dialog me sulmuesit shkodran dhe portierit vendas do të regjistrojë 4 minuta më pas, por edhe këtë herë fitues ka dalë Tomashit. Në krahun tjetër Skënderbeu kërkon të dalë përpara me Gueri, që nuk arrin të rrezikojë portën e Grimës. Edhe Gjondeta provon me gjuajtjen e tij, por topi shkon ngjitur me shtyllën pingule. Momente të mira për Korçarët, por drejtërimat e vërteta i sjell Sinani. 90 minutat e rregullta të takimit do të mbylleshin me përsinë e vllaznis, por shkodranët do të shihnin se si suksesi do t'u ikte nga dora vetëm në kohën shtesë. Saktësisht në minutën e 92, shkëmbja arkon brenda zonës, por topi pasi devijohet shkon te Lako, që realizon golin e barazimit. Shkodranët protestojnë për një pozicion të parregullt, por nuk mendon kështu kryesori Meta, që e quan të vlefshëm golin. Koha e mbetur nuk premton asgjë dhe në Korçë gjithçka do të mbyllen në barazim 1-1. I rregullt apo jo, sido që të jetë goli i Skënderbeut, vllaznis tashmë duhet të mendojë për të tjera objektiva që as ishin menduar nga drejtuesit e saj. I pari është shpëtimi i sezonit, shifrat flasin vetë, 8 pikë në 10 ndeshje dhe vendi i fundit për skuadrën që sezonin e kaluar luftonte për titullin kampion.